Mirëmbrëma të dashur miq, jemi përsëri së bashku. Ky është emisioni Pa Protokoll me mua Stella Dashe në orën 22:45 në televizionin Planet në studio numër 2. I ftuarin për sonte është fillimi i javës, ju uroj ditë dhe javë të mbarë dhe doja të prezantoj që i ftuarin për sonte është një kryetar partie, është një parti e re, ky është Arjan Galdini dhe partia është Partia për Liri, Demokraci dhe Etik. Mirëmbrëma zoti Galdini. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën në këtë fillim javë që uroj të jetë javë e mbarë për gjithë shqiptarët, ashtu sikurse ju uroj juve, të Planetit dhe gjithë teleshikuesve të emisionit tuaj. Ju falenderoj për urimin, të njëjtën gjë urojmë të gjithë shikuesve tanë dhe miqve tanë që na ndjekin. Natyrisht unë ju prezantova si kryetar i LDE, si Partisë për Liri, Demokraci dhe Etik, po një pjesë e mirë e spektatorit dhe shqiptarëve ju njohin edhe si drejtori ekzekutiv i Forumit për Liri dhe Demokraci. Është kështu? Kjo është ditë e parë e një jave të re, po flasim për një parti të re. Do të shkëputemi nga pararendësit e kësaj partie? E kemi nisur me këmbë mbar dhe uroj që siç do të jetë java e mbarë si urim, të jetë edhe aktiviteti politik i kësaj partie në ambientin politik shqiptar, sepse ambicia jonë është për të ndryshuar ambientin dhe ligjërimin politik në Shqipëri, sepse këtu gjërat çalojnë duke filluar nga ato që janë pjesa e dukshme, pjesa fillestare, zanafilla e mënyrës që është komunikimi politik dhe pastaj mbërrin tek thelbi i gjërave. LDE e vendosur është një parti e qendrës së djathtë. Është parti e qendrës së djathtë, por ka një fabul si parti dhe ju me drejt ju referuat Forumit për Demokraci dhe Etik, organizatës që unë kam drejtuar deri para disa muajsh kur filluam të nisnim këtë udhën e partisë politike. FDE ishte një organizatë e cila eksaktësisht në arealin e shoqërisë civile, me njerëz cilët kishin një eksperiencë aktivizmi politik, synoi që të hynte në ambientin civil dhe politik shqiptar me një vizion të ri, me një pikpamje të re dhe me një mënyrë të re të vepruari. Natyrisht kur krijohet një parti e re, gjithmonë ka një vizion të ri dhe një mënyrë të re të vepruari, përndryshe nuk do lindte një parti e re. Por e re ka qenë edhe Forumi për Demokraci dhe Etik si organizatë, sepse ne ishim mësuar me organizatë të cilat protestonin. Ne ishim mësuar me organizatë të cilat kishin një fokus të caktuar bazuar në projekte. Një organizatë e shoqërisë civile standarde që do të kishte vepruar në ambientin civil shqiptar, ishte një organizatë e cila aplikonte për një projekt, vazhdonte objektivin e saj, bazuar në financimet që kishte. Një plan aktivitetesh dhe një konkluzion. Ndërkohë që organizata ku ndryshonte FDE nga këto të gjitha organizatat e tjera civile? Ishte risi në Shqipëri. Ishte risi si koncept, sepse ishte një grup njerëzish të cilët nuk ishin të shoqërisë civile. Ishte një grup aktivistësh politik të cilët vendosën të përdorin në një format shoqërisë civile. Dhe në FDE bënin pjesë njerëz nga parti të ndryshme politike. Domethënë që në fillim që në zanafill FDE, Forumi për Demokraci dhe Etik, ishte një organizatë që piktakonte liderat të rinj të partive politike të ndryshme shqiptare të majta dhe të djathta. Dhe piktakimi synonte të jepte një modelin e faktit që Shqipëria ka vojtur shumë konfliktet, por se shqiptarët mund të gjejnë një vizion të përbashkët. Pikat që i takojnë më shumë se sa ato që i ndajnë, për të punuar së bashku, për të arritur dhe për të dhënë produkte dhe frujtë së bashku për shoqërinë. Ka funksionoi FDE? FDE ka funksionuar që kurse është themeluar nga 2008 e këtej, vazhdon të funksionojë. FDE ka parë se Forumin e Lirë Shqiptar, i cili ka luajtur po të njëjtin aktivitet si FDE. Domethënë FDE është një frymë gati 8 vjeçare. Ju vazhdoni të punoni dhe të kontriboni në këtë? Unë jam në dispozicion të Forumit për Demokraci dhe Etik, sepse unë mendoj që ajo organizatë është shumë e çmuar dhe shumë e vyer për shoqërinë shqiptare. Forumi për Demokraci dhe Etik tashmë është në drejtimin e një ekipi tjetër, por besoj që ne që kemi qenë ekipi i drejtashëm, që kemi drejtuar Forumin për Demokraci dhe Etik, do të vazhdojmë të mbetemi në dispozicion të kësaj organizate sa herë kjo organizatë na thrasin ne, gjithmonë me objektivat që ka vazhdimisht ka patur apo që do të ketë, që janë në pikpamjen e leadershipit të kësaj organizate. Ka përcimi nga Forumi për Demokraci dhe Etik në partinë në LDE, në Partinë për Liri, Demokraci dhe Etik. Ku janë pikat e takimit dhe kur vendoset të bëhet kjo gjë, ky hap? Pikat e takimit janë fabula. Politika shqiptare ka vojtur shumë vazhdimisht nga konfliktet e mëdha. Politika shqiptare ka vojtur vazhdimisht nga debatet cilat përfshinin individ dhe personalitete. Ka vojtur vazhdimisht nga shmangja, nga thelbi i çështjeve dhe zhvendosja në konflikte personale, në konflikte pa vlerë, boshe, që kanë qenë gati një psikomotor social i cili vazhdimisht ka prodhuar veç se krizat ciklike në cilat ne jemi zhytur gjithë si shoqëri. Çfarë do bëjnë ndryshe LDE? Dhe LDE hyri në skenën politike bazuar në një eksperiencë të njerëzve të cilët e morën këtë nisëm.
Eksperienca ishte duke filluar nga unë personalisht, por edhe tek sekretari i përgjithshëm i partisë, zoti Nevi Bardhoshi, edhe tek drejtues të tjerë, cilët kishin ndonjë kontribut në politikën shqiptare. Herë të shumt, intensiv, dhe disa prej tyre, domethënë edhe sporadik, por ama me sinqeritet dhe me përkushtim të veçantë për këtë gjë. Dhe ne menduam që angazhimi politik i përfshirë edhe me eksperiencën në shoqërinë civile, nëpërmjet Forumit për Demokraci dhe Etikë, tashmë ishin bërë një përzierje e mjaftueshme për të bërë një ekip dhe një vizion të caktuar, me një fabull të caktuar, që mund t'i ofrojnë politikës shqiptare instrumentin e përballjes me të vërtetat e mëdha, të paktën sipas pikpamjes tonë. E vërteta e parë fillon tek fakti që në politikën shqiptare neve akoma nuk kemi diskutuar çështjen themelore. A munden individë të cilët vinë nga një regjim autoritar, totalitar, me të kaluar, le themi dhe eksperiencë të caktuar me karrierë personale në këtë regjim, apo me përfshirje të caktuara, herë të thella, herë të përcipta në këtë regjim. A mund këta njerëz të ndërtojnë realisht një demokraci dhe një qeverisje liberale? Brenda këtij konteksti, zoti Galdini, do doja të ndaleshim pak këtu. Natyrisht Shqipëria nuk është thjesht një vend në vetvete, por është pjesë e një tëtëre më të madhe, qoftë të Ballkanit, qoftë të Europës apo dhe të botës, do thoya. Ka vende të tjera në Europën lindore, të cilat kanë fenomene të ngjashme në politikën e tyre dhe si kanë zgjidhur këto? I kanë zgjidhur me vendimet mëdha që kanë marrë individ të caktuar, të ardhur nga eksperienca të caktuara, nga dije të përmbushura, të kërkuara, të përthithura, të cilët kanë vendosur që këto dije dhe këtë eksperiencë t'ia vendosin në dispozicion shoqërisë. Thelbi është ky. Pyetja mbetet po e njëjta. A munden individ të cilët eksperiencën e kanë nga një regjim totalitar të ndërtojnë një qeverisje liberale, një demokraci liberale? Kam frikë se neve në këto 20 vite, analistë politik shqiptarë, politikanët shqiptarë, akademikët shqiptarë kanë humbur thelbin. Vazhdimisht kemi bërë debate mbi korrupsionin e individëve të caktuar. Vazhdimisht kemi bërë debate mbi personalitetin dhe imazhin publik të individëve të caktuar, mbi performancën e individëve të caktuar. Dhe çfarë kemi bërë? Kemi zhytur shoqërinë shqiptare nga një skandal në një skandal tjetër. Çfarë duhet bërë në fakt? Kemi mbuluar skandalet e para me skandalet tjera më të mëdha. Çfarë propozoni ju? Dhe kemi xhuar bosh. Atë çështja jonë është kjo. Të fillojmë të bëjmë pyetje të mëdha. Ti bëre një pyetje nëse ka apo s'ka eksperienca të tilla në vende të tjera ish komuniste, të cilat vuajnë dramën postkomuniste. Sepse ne dimë që të ngjashme. Sepse drama jonë dhe pyetja jonë e madhe duhet të ishte kjo, pse nuk kemi ne një Václav Havel? Një njeri që ja dedikon aksionin e tij politik, jetën e tij politike, mendimin e tij politik, mendimin e tij intelektual, mendimin e tij reflektiv si individ në një shoqëri, si një qytetar i shëndetshëm në shoqëri. Është Ismail Kadareni Václav Havel? Po mund ta kishte shansin, por nuk i ka hyrë politikës ai. Václav Haveli nuk shkruajti vetëm. Václav Haveli shkruajti, dhe u përfshi në politikë. Veproi. Kishte një model, ofroi një model për shoqërinë e tij, ashtu sikur se ofroi një model për gjitha shoqëritë e tjera. Lum kush e pa, lum kush e përthith atë model. Shoqëria shqiptare sot, mbas 20 vjetësh, le të themi që është në prag të një vendimarrje të madhe. Nëse ne do të mbetemi peng i atyre të cilët përpiqen të luajnë me mitin e heroit, çlirimtarit, apo atyre të cilët luajnë me mitin e heroit dhe çlirimtarit që do të vi, apo realisht do të përbrendsojnë atë që është thelbësore tek një model leadershipi. Cila është thelbësore tek një model leadershipi? Të dalim direkt në gjëra konkrete që tjetë edhe pak më thjesht për shikuesit tonë. Ja po ta them që fjala etik është fjala e cila përmbyll 3 koncepte të cilët ne kemi përbashkuar në partinë tonë. Pse është etika? Dhe kjo është pyetja që besoj do të lindë, sepse ende, domethënë, është një çështje e madhe që nuk është debatuar. Por çfarë vuajmë në shoqërinë shqiptare? Ne vuajmë sepse qytetari shqiptar për ditë ankohet në për lokale, në për tryeza, në për qoshe rrugësh, sa po takohet me mikun e tij të afërt,
Ne vuajmë nga fakti që të gjithë vetëm ankohen. Të gjithë shajnë gjithë këmbë. Të gjithë thonë që si do ta ndryshosh një realitet të tillë? Gradualisht me shumë durim. Është një realitet i cili ka mjeti është duke bërë modele. Kjo modele do t'i bëjnë shkollat? Modelet i bëjnë njerëz të cilët vendosin të japin veten e tyre, dijen e tyre, përmbushjen intelektuale të tyre, ta japin si ofertë për shoqërinë e tyre. I kthehemi pak një modeli socialist që ishte njeriu i ri socialist, modeli i ri që duhet kishte eksaktësisht këto tipare dhe të bënte këto lloj heroizmash, që do ishte model për brezat e tjerë. Është ka çdo shoqëri, në demokraci përmbyset ky model. Nuk isha duke i referuar çfarë karakteristikash duhet kishte ai njeri. Jam duke i referuar faktit të një modeli, të një njeriu model që duhet jetë. Po, eksaktësisht. Përmbyset ai model. Nuk po flasim për një model ideologjik që imponon shteti apo struktura politike. Po flasim për një model që prodhon individi. Unë, Arjan Gardini, marr përsipër të prodhoj një model, ofroj vetveten time. Nuk kërkoj askujt ta ndjek këtë model. Nuk kërkoj askujt të ecë në udhën time. Por u marr përsipër. Sepse u marr përsipër të ngreje një flamur. Bashkë me mua, miqtë e mi në Partinë për Liri, Demokraci dhe Etik, vendosim të prodhoj një model. I hyn një udhë që është udha ku shqiptarët vazhdimisht e kanë patur që në prallat e tyre të lashta. Udha ku del plagu i moshëm dhe thotë: kjo është rruga që të çonet të kthem, kjo është rruga që të çones të kthem. Ne kemi zgjedhur rrugën që të çones të kthem. Se edhe në prallat e lashta shqiptare, rruga që të çones të kthem është rruga ku shkon vetëm vllai i tretë, vllai i vogël, më i parancishëm, qerosi. Por që bën gjithë heroizmat. Por që ai ja del mban. Dhe zakonisht, në historinë botërore, ata që janë më të papërfillurit, ata që marrin udhën që se ka shkelur askush, ata që janë ata që bëjnë ndryshimin real, ata janë transformuesit. Partia për Liri, Demokraci dhe Etik do të jetë një parti që do të jetë pikë takimi atyre që duan të dalin zot çështjeve të këtij vendi. Duke përballur me çështje